Kjo është theda normale. Ju, si kryetari i Kuvendit, më keni kërkuar mua si deputet, si përfaqësues i popullit, të votoj një projekt program me 47 pika, me të cilin jam njohur rreth 20 minuta para. Dhe kjo është theda normale. Ju po flisni këtu për 19 projekt ligje dhe unë nuk kam akses, nuk jam informuar për këto projekt ligje. Si përfaqësues i popullit shqiptar, dhe kjo është anormale. Sidoqoftë, anormaliteti më i madh është fakti që e keni kaluar dhe njëherë programin tuaj qeverisës pa debat, pa diskutim. Unë dua të shpreh mbështetjen e Lëvizjes Bashkë me mocionin e kolegëve të opozitës sa i përket rikthimit në seancë plenare të diskutimit të programit tuaj qeverisës, madje bëj thirrje edhe deputetëve të mazhorancës dhe sidomos ministrave të zgjedhur që është në nderin e tyre që ta mbështesin dhe është në turpin e tyre që ta nisin punën pa diskutuar programin qeverisës. Mund flasim në këto 2 minutat pafundësisht, po pa na u dhënë mundësia të debatojmë programin qeverisës të partisë tuaj, ky është një precedent shumë i rëndë për Kuvendin e Republikës Shqipërisë.